Policia në Bullgari ka konfiskuar një shifër prej 13 milion euro kartmoneda false, të gjitha me prerje 500 euroshe. Shifra e madhe u gjet e fshehur në një rezervuar në afërsi të qytetit Purvomaj, në zonën jugore të vendit. 3 shtetas bullgar janë arrestuar lidhur me këtë çështje, si dhe janë konfiskuar një numër i konsiderueshëm armësh. Një prej personave të arrestuar, pronari një shtyp shkronje, është dënuar edhe më parë me 6 vite burgim për falsifikim parash. Kryeprokurori bullgar Cacarov është shprehur se bëhet fjalë për një prej shumave më të mëdha të parave të falsifikuara të zbuluara ndonjëherë nga forcat e rendit. Megjithatë, policia po pret që kartmonedat të thahen plotësisht për të rinumëruar ato dhe për të mësuar vlerën e saktë. Autoritetet shprehen se falsifikimi i kartmonedave 500 euroshe është bërë në mënyrë të perfeksionuar, aq sa ato janë evidentuar nëpërmjet pajisjeve të posaçme. Pikërisht për të shmangur veprime të tilla të palishme, Banka Qendrore Europiane ka marrë vendim për të nxjerrë nga qarkullimi deri në vitin 2018 kartmonedat 500 euroshe.